Rreshtet intensive kanë shkaktuar përmbytje serioze në shumë zona të vendit nga veriu në jug, duke prekur më shumë zonat Novosel, Bishan, Ferras, Adriatik, Golem, Patok, Gjorë, Mbasha, Dunic, Grunja, Skalivaç dhe Pogradec. Niveli i ujit ka arritur mbi 1 metër në disa banesa, duke shkatëruar pasuri, mjete jetese e toka bujqësore, duke përjetuar dëme të konsiderueshme ekonomike. Rrugë kryesore e aksese lokale janë bllokuar nga rrëshqitjet e dherave dhe shembjet, duke izoluar mbi 100 banor dhe ndërprer mësimin edhe në shkolla. Emergjencat civile janë në terren me 50 forca e 16 mjete, duke punuar për hapjen e korsive emergjente dhe rikthimin e qarkullimit. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal, shmangje të lëvizjeve të panevojshme dhe respektim të udhëzimeve. Evakuimet vazhdojnë në Novosel, ndërsa verifikimi i dëmeve në banesa, tokat bujqësore dhe infrastrukturë po bëhet intensivisht. Pasojat mbeten të dukshme dhe niveli i ujit përveç se është ulur pak, pritet monitorohet gjatë 24 orëve të ardhshme për të parandaluar incidente të tjera, edhe pse parashikimet për orët në vazhdim mbeten ende në nivele kritike. Akset bllokuara, ura të shembura, rrëshqitje dherash, mungesë energjie elektrike, gjithçka tjetër nën ujë. Kjo është panorama aktuale prej ditësh tashmë, thuajse në të gjithë territorin e vendit. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot Komitetin e Emergjencave Civile për të adresuar situatën e përmbytjeve në vend. Ai identifikoi ndryshimet klimatike dhe hedhjen e plerave në rrugë si shkaktarët kryesor, duke theksuar se rreshtet kanë qenë më të shumta se mesatarja mujore dhe se hidrovorët kanë funksionuar sipas planeve, edhe pse pamjet nga terreni tregojnë krejt të kundërtën. Në këtë mënyrë, Kryeministri Rama nuk pranon asnjë përgjegjësi të qeverisjes së tij, por edhe këtë herë fajin e ka populli. Rama njoftoi se janë evakuuar me qindra persona dhe me mira banesa e biznese kanë pasur prezencë uji. Ai apeloi për solidaritet dhe bashkëpunim, duke i kërkuar deputetëve të tij të jenë pranë qytetarëve të mbështesin procesin e rikuperimit. Qeveria paralajmëron dëmshpërblim për banesat dhe gjë gjallë të prekur, ndërsa ministri i financave Petrit Malaj sqaroi se për situatën janë në dispozicion mbi 50 milion euro për fshirë fonde emergjencash, digash dhe investimesh parandaluese. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi sot, siç kishte paralajmëruar, tryezën e ashtu quajturës opozita e bashkuar, edhe pse nuk rezultoi e tillë, pasi të paktën Adriatik Lapa, Agron Sheha e Arlind Qori e refuzuan ftesën e tij për pjesëmarrje. Në këtë tryezë, si fillim Berisha kërkoi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për përmbytjet, duke e cilësuar qeverinë Rama përgjegjëse direkte për situatën. Në këtë tryezë, ku kishte edhe përfaqësues të shoqërisë civile, ai u bëri thirrje qytetarëve që herë të shohin ministra, deputet, të gjuajnë me vezë domate, duke i akuzuar ata për keq menaxhim dhe dështim të hidrovorëve. Berisha deklaroi sot se Shqipëria është ndëruar në një rrezik për Europën, duke e cilësuar vendin si qendër të karteleve të drogës, krahas Kolumbisë dhe Venezuelës, ndërsa përmendi vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për shpalljen e karteleve organizata terroriste. Ai kërkoi bashkimin e të gjithë opozitës dhe krijimin e një qeverie teknike për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, duke theksuar se Rama nuk rrëzohet nga jashtë apo nga gjykatat, por vetëm me voton e qytetarëve. Aktori që një herazi pak kohë më parë shpalli edhe kandidaturën për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj, bëri thirrje për reflektim, bashkim dhe fund të përçarjeve me qëllimin e përbashkët rrëzimin e Edi Ramës. Mirëpo në këtë tryezë Berisha u përball edhe me kritika të forta. Për shembull, politologu Ermal Hasimia, i përfolur kohë më parë si kandidaturë e mundshme e opozitës për Bashkinë e Tiranës, në analizën e tij tha se problemi kryesor me cilin sot përballet opozita është besueshmëria. Edhe pse nuk e përmendi lëvizjen e Ervin Salianit, Hasimia tha se opozita duhet të shmang konfliktet e brendshme nga radhët e saj, ndërsa u kujtoi edhe sulmet e Partisë Demokratike ndaj institucioneve të drejtësisë. Hasimia u ndal edhe te kodi zgjedhor, duke i thënë në tryezë ball për ball Sali Berishës se Partia Demokratike nuk duhet shfaqet si bashkëpunuese me Partinë Socialiste për kodin zgjedhor në kurriz të partive të vogla dhe më pas i fton ato për të bashkëpunuar. Kritike ishte edhe përfaqësuesja e shoqërisë civile Merilika, e cila i pyeti drejt për drejt deputetët demokrat nëse janë gati të marrin seriozisht protestat kësaj radhe apo do të kalojnë të pinë një kafe në shesh përsëri. Teksa Berisha drejtonte tryezën e opozitës, ish deputeti demokrat Ervin Saliani njoftoi një takim me mbështetësit e Partisë Demokratike në Korçë, që do të mbahet të shtunën në Kineman Majestic. Ky takim është pjesë e turit të tij në disa qytete, pas Durrësit, Elbasanit, Gjirokastrës dhe Shkodrës. Lëvizjet e Ervin Salianit kanë shkaktuar jo pak tension brenda radhëve të Partisë Demokratike, duke thelluar përplasjet me drejtimin aktual dhe me kreun e partisë, Sali Berishën. Ky i fundit ka kritikuar publikisht turin e Salianit, duke e cilësuar shkelje të vijës së kuqe të partisë dhe duke paralajmëruar përjashtim. Ai
Ai gjithashtu ka bërë thirrje që demokratët mos e mbështesin ish-deputetin, duke etiketuar lëvizjen e tij si agent personale. Pavarësisht paralajmërimeve dhe kritikave, Ervin Saliani nuk ka ndërprerë aktivitetin dhe fton simpatizantët marrin pjesë në takimin e Korçës, duke vijuar një strategji të dukshme për të forcuar prezencën e tij brenda Partisë Demokratike. Peticioni online me drejtësinë i Partisë Mundësia në drejtimin e Agron Shehajt ka ngjallur polemika ligjore dhe politike mbi përdorimin e dënave personale. Eksperti i IT-s Genti Progni denoncon se platforma nuk funksionon si një formular i thjeshtë, por kontrollon në kohë reale të dhënat e firmtarëve kundrejt një databaze të fshehtë, duke refuzuar të dhënat fiktive dhe pranuar vetëm ato reale. Ky mekanizëm ngre dyshime për burimin dhe ligjshmërinë e databazës, për shkak se ligji nr. 124/2024 për mbrojtjen e dënave personale kërkon transparencë, bazë ligjore dhe regjistrim pranë komisionerit. Punimi i palishëm mund të dënohet sipas kodit penal me burg ose gjop deri në 2 miliard lek. Rasti ka dimension politik pasi shehja e akuzohet për përdorim të një mekanizmi të ngjashëm me databazën e patronazhistëve të viteve më parë. Çështja kërkon verifikim të menjëhershëm institucional për të sqaruar ligjshmërinë dhe transparencën e peticionit. Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim procedimin penal numër 196/2024 ndaj Benet Becit dhe 6 zyrtarëve të tjerë të akuzuar për shkelje të barazisë në tender publik në bashkëpunim. Hetimi lidhet me një procedurë prokurimi të zhvilluar nga Kesh për zhvillimin strategjik të sektorit energjetik me fond limit 69.5 milion lek. Sipas SPAK, gjatë përllogaritjes së fondit, hartimit kritereve dhe vlerësimit të ofertave janë kryer veprimet kundralishme nga titullari i autoritetit kontraktor, njësia e prokurimit dhe komisioni i vlerësimit. Hetimi i nisur nga Byroja Kombëtare e Hetimit ka provuar se grupi ka favorizuar në mënyrë të padrejtë shoqërinë fituese Consulting and Management Albania SHPK në shkelje të ligjit për prokurimin publik. Mbrëmjen e kaluar një zjarr i madh shkrumboi të gjithë tregun e rrobave e mallrave industrial në lagjen 5 Maj, duke shkaktuar dëme kolosale. Zjarri dyshohet ketë nisur nga panelet elektrike të dritave, ndërsa hetimet për shkaqet e sakta janë ende në zhvillim. Bizneset e prekur raportojnë humbje të jashtëzakonshme, vlera e mallrave shkon nga 200.000 deri 1 milion euro për subjekt, përfshirë veshmbathje, rroba, enë dhe produkte industriale. Disa prona janë shkrumbuar plotësisht. Magazinat nuk ishin të siguruara pasi nuk plotësonin kriteret. Tregu i 5 Majit është qendra më e madhe e shumicës së mallrave në vend, që furnizon edhe Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Tregtarët denoncojnë ndërhyrjen e vonuar dhe të mangët të forcave zjarrfikse, duke thënë se disa kapanone mund të ishin shpëtuar. Deri tani raportohet se 50 subjekte tregtare janë djegur plotësisht, por fatmirësisht nuk ka të lënduar. Zona është e mbushur me llamarina e rrënoja, ndërsa institucionet vijojnë hetimet për shkakun dhe pasojat e dëmit ekonomik. Disa nga tregtarët u përplasën sot edhe me përgjegjësit e tregut përpara punonjësve të policisë. Madje ata hedhin dyshimet forta se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm për shkak të projekteve për pallate. Inspektori i lartë i drejtësisë ka përfunduar verifikimin mbi pretendimet për shkelje etike gjatë seancës në gjykatën e Elbasanit më 17 tetor 2025, ku u arrestua avokati Uljan Bariami. Analiza e procesverbalit dhe veprimeve të kryera nuk nxori element që justifikojnë nisjen e një hetimi disiplinor ndaj prokurorit Gjergj Ceka dhe gjyqtares Megistra Kosha. ILD vuri në dukje se prokurori shfaqi komunikim jo në nivelin më të lartë të standardeve etike, por pa pasoja konkrete, ndërsa gjyqtarja nuk shkeli asnjë rregull etik apo solemnitetin gjatë drejtimit të seancës. Verifikimi përfshiu të gjitha veprimet e debatet ndërmjet prokurorit, gjyqtares dhe avokatit, duke vlerësuar respektimin e etikës dhe fokusin te faktet. ILD thekson rëndësinë e sjelljes së magjistratëve si model për publikun dhe se funksioni i tyre nuk është vetëm profesion, por përgjegjësi morale dhe etike që duhet të demonstrohet vazhdimisht. Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim dosjen penale ndaj Maksim Ndocit dhe Julian Kolçaku, të akuzuar për trafikim narkotikësh në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Sipas SPAK-ut, Ndoci ka rol kyç në rikuperimin e mbi 140 kg kokain në portin e Livornos dhe rreth 120 kg të ardhura nga Ekuadori, ndërsa Kolçaku dyshohet për trafikimin e mbi 489 kg kokain bruto dhe një tjetër episod prej 32 kg. Hetimet nisën pas kërkesës së prokurorisë antimafia të Firences dhe përfshirën Shqipërinë, Italinë dhe Amerikën Latine. Autoritetet dokumentuan disa sekuestrime të mëdha nga 2021 deri në 2022, me mbi 1 ton kokain të kapur në total. Të dytë pandeurit përballen me akuza për trafik droge, grup të strukturuar kriminal dhe veprimtari kriminale ndërkombëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e të gjitha votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë, të cilat i fitoi lëvizja vetëvendosje me 51.11% të votave, duke siguruar 57 vende në kuvend. Kreu i partisë Albin Kurti u rendit si kandidati më i votuar me mbi 404.000 vota. Partia Demokratike mori 20.19% të votave dhe 22 deputet, ndërsa Lidhja Demokratike 13.23%, 15 vende.
Aleanca për Ardhmërinë do të ketë 6 deputet, ndërsa lista serbe 9 nga 10 vendet e komunitetit. Votimi për diasporën ka shkaktuar një ankesë nga PDK në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në zgjedhje morën pjesë 45% e trupit votues, ndërsa lëvizja vetëvendosje synon formimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja pas certifikimit të rezultateve. Zgjedhjet u zhvilluan pas dështimit të konstituimit të kuvendit në tetor dhe mungesës së shumicës për qeverinë e re vitin e kaluar. Ushtria ruse ka njoftuar se gjatë natës ka lëshuar raketën hipersonike Oreshnik drejt një objektivi në perëndim të Ukrainës pranë rajonit të Lvivit. Moska e paraqiti sulmin si hakmarrjen dhe një përpjekje të supozuar droni ndaj rezidencës së Vladimir Putin, akuzë që Ukraina dhe SBA e konsiderojnë të rreme. Sulmi shkaktoi dëme në një strukturë kritike infrastrukturore, me raportime për një objekt të mundshëm nën tokë për ruajtjen e gazit. Raketa Oreshnik, përdorur për herë të parë në nëntor 2024, konsiderohet e pamundur për të interceptuar me shpejtësi mbi 10 herë më të lartë se shpejtësia e zërit. Analistët thonë se lëshimi i së premtes mund të ketë pasur një kokë bërtamore inerte, duke e bërë sulmin kryesisht simbolik. Sulmin e kanë dënuar Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania, që e konsiderojnë për shkallëzuese të papranueshëm. Kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz diskutuan koordinimin e mbështetjes për Ukrainën dhe reagimet ndaj ngjarjeve në Iran. Analistja ushtarake Victoria Taylor thekson se raketa është e paparashikueshme dhe fragmentohet gjatë fluturimit, gjë që e bën pothuajse të pamundur interceptimin nga sistemet mbrojtëse perëndimore. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se forcat amerikane do të fillojnë operacione toksore në Meksik për të goditur kartelet e drogës pas muajve sulmesh detare në paqësorin lindor dhe Karaibe kundër anijeve të dyshuara për kontrabandë narkotikësh. Ai deklaroi se kartelet po e drejtojnë Meksikën dhe se tani synohet goditen edhe nga toka, pa dhënë detaje për kohën apo shtrirjen e operacioneve. Ky paralajmërim shënon një zgjerim të konsiderueshëm të përfshirjes ushtarake amerikane në luftën kundër trafikut të drogës, duke kaluar që nga sulmet navale deri tek opsione toksore. Megjithatë, presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum ka hedhur poshtë çdo ide për praninë ushtarake amerikane në territorinë e saj dhe ka theksuar se një ndërhyrje e tillë nuk do të pranohet, duke mbrojtur sovranitetin e vendit. Operacionet amerikane deri tani janë përqendruar në goditjen e anijeve të dyshuara për trafik droge, por njoftimi për operacione toksore kundër karteleve përbën një hap pa precedent dhe ngre shqetësime rreth ligjshmërisë ndërkombëtare dhe marrëdhënieve dypalshe. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kritikon ashpër presidentin amerikan Donald Trump, duke e bërë atë fajtor për protestat 13 ditore që po zhvillohen në vend. Ai quan protestuesit sabotator dhe vandal dhe thotë se Trump duhet përqendrohet tek problemet e tij, duke akuzuar se duart e tij janë të njëllosura me gjakun e mbi 1000 iranianëve. Protestat të nxitura fillimisht nga shitësit e pazarit madh për shkak të zhvlerësimit të monedhës janë përhapur në qytete të tjera dhe përfshin kryesisht të rinj. Deri tani raportohet se 34 protestues dhe 4 anëtar të forcave të sigurisë janë vrarë, ndërsa 2200 persona janë arrestuar. Ndërprerja e internetit që filloi të njëjtën është zgjatur për 12 orë sipas organizatës NetBlocks në përpjekje për të kufizuar mobilizimin e protestuesve. Ndërkohë, figura opozitare Reza Pahlavi, djali i Shahut, bëri thirrje për mobilizim të ri në rrugë duke inkurajuar iranianët që të dobësojnë pushtetin e regjimit. Autoritetet australiane kanë paralajmëruar banorët e shtetit Victoria të jenë të gatshëm për fatkeqësi të mundshme nga zjarret për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe temperaturave rekord deri në 46 gradë Celsius. Deri tani 36.000 hektar tokë janë djegur, së paku 20 shtëpi janë shkatruar, ndërsa 3 persona mbeten të zhdukur, përfshirë një fëmijë. Zjarrfikësit thonë se situata është jashtëzakonisht dinamike dhe mund të përhapet më shumë se parashikimet fillestare. Autoritetet paralajmërojnë që zjarret reja mund të shpërthejnë në shumë zona gjatë ditës. Edhe South Australia është alarm, me shumicën e rajoneve të vlerësuar me kod të kuq për rrezikun më të lartë. Banorët këshillohen të përgatiten për evakuime dhe të ruajnë sigurinë e pronave dhe familjeve të tyre.